E diela e 2 e marsit ishte një ditë pranvere në qytetin e Vlorës. Si një ditë pushimi është shfrytzuar në mënyra të ndryshme nga qytetarët. Bregdeti ka qenë më i frekuentuari në këtë ditë. Disa kanë zgjedhur të shëtisin, ndërsa disa të tjerë e kryesisht fëmijët të merren me sport. Të gjithë janë gëzuar rezeve të diellit, madje duke ngritur në qiell edhe balona. Më të guximshmit kanë provuar edhe ujin e detit duke u larë dhe duke notuar. Vlora së fundmi ka transformuar realitetin e përditshëm në një atmosferë pushimesh të pakufizuara, ku çdo ditë duket si fundjavë. Shëtitoria pranë detit është e mbushur me vendas dhe të huaj. Qyteti ofron një atmosferë të ngrohtë duke i bërë turistët të ndihen të mirëpritur, ndërsa zhvillon gjithnjë më shumë aktivitete dhe ofron mundësi për relaksim. Çdo turist që viziton qytetin është mirëpritur me kënaqësi dhe është një mundësi për ta promovuar më tej këtë qytet të mrekullueshëm, shprehen vendasit. Ky fillim marsi ka treguar se Vlora nuk është vetëm një zgjedhje për pushime gjatë sezonit veror, por edhe në periudha të ndryshme të vitit. Temperaturat e ajrit nuk janë as pak për të marrë e dielli. Duket se kapriçot e kohës kanë sjellë pushues në plazhin e Vlorës. Banorët e qytetit kanë shijuar rezet buzdetit. Temperaturat e ajrit të larta gjatë ditës kanë bërë që shumë qytetarë të zgjedhin Vlorën për të kaluar momente të qeta dhe shpellëse. Vlora është një nga destinacionet e preferuara në Bregdetin e Jugut për pushuesit shqiptar dhe të huaj dhe si pasojë, kjo ka shkaktuar radhë të gjata dhe fluks automjetesh në rrugët e qytetit.